Folumturi të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. E kremtja e metamorfozës së Zotit tonë Isu Krisht është një nga ngjarjet më të thella dhe më shpirtërore të jetës së kishës ortodokse. Në malin Thavor përpara tre nxënësve të tij, Pietrit, Jakovit dhe Joanit, Zoti Krisht zbuloi lavdinë e hyjnisë së tij, duke treguar se qëllimi i mishërimit nuk ishte thjesht mësimi i njerëzve, por transformimi i natyrës njerëzore. Kjo e kremte zotërore është zbulesë e destinacionit të njeriut, të bëhet pjesëtari i dritës dhe i jetës së Perëndisë. Folumturia e tij kryepiskopi Joan, në predikimin e tij për metamorfozën, thekson se Krishti në malin Thavor nuk u ndryshua, por u zbulua pjesërisht, aq sa mund ta shihnin njerëzit, lavdinë e personit të dytë të Trinisë. Folumturia nënvizon se njeriu është thirrur për një ndryshim të vazhdueshëm shpirtëror, sepse qëllimi i jetës së krishterë është theosis, hynizimi me anë të hirit të Perëndisë. Sipas kryepiskopit Joan, ky transformim realizohet në mënyrë më të thjeshtë, por edhe më të vështirë, duke ndjekur urdhërimet e Zotit Krisht dhe duke jetuar sipas Ungjillit. Kryepiskopi Lumur Imzot Anastasi e paraqet metamorfozën si zbulesën e qëllimit përfundimtar të historisë së njeriut. Ai shkruan se Krishti nuk erdhi thjesht për të mësuar, por për ta transformuar njeriun, për ta veshur përsëri natyrën njerëzore me dritë. Për kryepiskopin Anastas, drita e Thavorit lidhet pasgjithshmërisht me kryqin dhe ngjalljen. Njeriu nuk arrin lavdinë pa kaluar përmes sakrificës, pendimit dhe bashkimit me kryqin e Krishtit. Vetëm në këtë mënyrë, lavdia e Perëndisë përhapet mistikisht në jetën njerëzore dhe e transformon botën. Të dy kryebarinjtë e kishës son, secili me theksin e vet, bashkojnë në një të vërtetë të madhe. Njeriu nuk është krijuar për errësirën, por për dritën. Metamorfoza nuk është vetëm ngjarja e Krishtit, por është edhe thirrja jonë për të shndërruar nga lavdia në lavdi. Shën Grigor Pallamaj, mbrojtësi i mësimit mbi dritën e pakrijuar, thotë: Perëndia u bë njeri që njeriu të bëhet pjesëtari i jetës së Perëndisë. Kjo është edhe esenca dhe thelbi i festës së metamorfozës. Njeriu nuk thirret të mbetet i robëruar nga pasionet, nga egoizmi dhe errësira, por të marrë pjesë në dritën e hyjnisë. Një histori e njohur nga jeta e etërve të Shkëndëtirës e ndriçon këtë të vërtetë. Tregohet një herë se një murg i ri pyeti igumenin e tij: "Atë, çfarë duhet të bëj që të afrohem me Perëndin?" Igumeni ndezi një kandil dhe i tha: "Ai sheh këtë flak, nuk ndriçon menjëherë një dhomë të madhe, por nëse nuk shuhet dhe vazhdon të digjet, errësira largohet pak e nga pak. Më pas shtoi. Kështu ndodh edhe me shpirtin. Çdo lutje, çdo vepër dashurie, çdo falje dhe çdo përpjekje për të zbatuar urdhërimet e Krishtit është një pikë drite. Nëse nuk e shuajmë këtë dritë, një ditë të gjithë njeriu do të ndriçohet." Kjo histori na kujton sërish fjalët e kryepiskopit Joan, i cili thotë se jeta shpirtërore nuk është një teori e ndërlikuar, por përpjekja e përditshme për të jetuar urdhërimet e Zotit, të falim, të mos kemi zili, të mos mbajmë mëri, të duam dhe të bëjmë mirë. Pikërisht këto hapa të vegjël në dukje hapin zemrën ndaj hirit ynor. Në kohën që ne jetojmë, mesazhi i të kremtës së metamorfozës bëhet më aktual se kurrë. Zoti dhe shpëtimtari Isu Krisht vazhdon të ftojë njerëzit të ngjiten në malin e lutjes, të dëgjojnë zërin e Atit. Ky është biri i dashur, atë dëgjojeni, dhe të zbresin përsëri në jetën e përditshme me zemrën e mbushur nga drita e Perëndisë. Metamorfoza e Zotit është premtimi se njeriu mund të ndryshojë, se cili prej nesh mund të transformojë jetën e tij, duke hequr dorën nga veprat e errësirës. Është siguria se përmes lutjes, pjesëmarrjes aktive në jetën e kishës dhe zbatimit të urdhërimeve të Krishtit, natyra jonë e errësuar mund të ndriçohet përsëri. Dhe kur kjo dritë ndizet në zemrën e njeriut, ajo nuk mbetet vetëm për të, por bëhet dritë për familjen, për shoqërinë dhe për të gjithë botën. Kjo është thirrja e Thavorit të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Të ecim sipas dritës, që edhe ne me hirin e Perëndisë të transformohemi dhe të bëhemi dëshmitar të lavdisë së Tij në botë. E kremtja e metamorfozës është gjithashtu në thelb festa e shpresës. Është garancia se natyra njerëzore, edhe pse e plagosur nga mëkati, mund të rikthehet në bukurinë e saj të parë. Duke jetuar në kishë, duke ushqyer me misteret e shenjta, duke u lutur dhe duke ndjekur urdhërimet e Zotit, ne ecim në këtë rrugë të transformimit,
derisa drita e Krishtit të ndriçojë jo vetëm zemrat tona, por edhe njerëzit që janë pranë nesh. Sepse siç dëgohet zëri i Atit në mali Thavor, ky është biri i dashur që e pëlqeva, atë dëgjojeni, dhe duke dëgjuar Krishtin, duke ndjekur dhe duke jetuar në të, ne transformohemi nga lavdia në lavdi, deri në takimin e përjetshëm me dritën e pambaruar të mbretërisë së Perëndisë. Amin.